Halim Rustemi nga Baba i Bokës në Gjakov ka të mbjellura shumë lloje të pemëve të imta. Ai ka filluar nga pas lufta të mirët me bujqësi dhe ka të mbjellura aroni, bërënicë, mjedra e pemë të tjera, për cilat kujdeset dhe thotë se toka tashmë ka vlerë dhe lutet të rinj që të merren me bujqësi. Me pemë tim ta kom punu ma shumë me gjithë familje, me do Zvicran me një shoqat Intercorporation e kom pas fillimin ku ka qenë shumë i vështirë se gjithçka është nisë prej zerras. Edhe 7.000 ku më rritë me qitu pemë timta, me qitu baqit millura, mirë po kemi punu shumë edhe kur s'kemi menduar me lëshu Kosovën, me dalë jashtë në prendim se kur po ikin dritë. Ka subvencione grande të mjaftueshme edhe ka mundësi me jetu shumë mirë në Kosovë, me udhëhes një biznis me bujqësi i cili është edhe për organizmin i mirë, edhe për shoqërinë e për shtetin e për popullin. Rustemi thotë se pemët e imta i ka të veçanta dhe përveç që janë vendore ka dhe fitone nga vende tjera dhe sidomos Anglia. Unë kom filluar për fillimit atëherë kur kom filluar me drezën, me disa lloje varietete drezës, ku e konë shumë fitim pruese, atëherë më kthy Monaferën, dikun 50 Monafer, edhe ajo Monafera anglisë ka qenë shumë e mirë. Kom vazhduar me mjedrën, me aronin, tashti për momentin kom aroni, kom dreza për fidanisht, një pjesë të bornicë, e moj një pjesë të bornicë ma shumë për treg, që tashti kom marrë do dreza për Anglije, që mjellën metër për fidone për vitin e hershëm, ose në qëtë vjesht, ku ka mundësi një pjesë të madhe të fidone mi prodhua, fidone vendore të Kosovës, ku janë shumë kualitative, fidone është nga Anglija. Ai përveç që bërënicat është duke shitur për konsum, është duke shitur edhe në saksi se shumë qytetar i blejnë ato për t'i dekoruar balkonet. Bërënicat, pjesën dërmusit bërënica unë e kom për treg, i kom mjellë në saksijat vogla, një herat në saksijat mëdha, ku saksijat e mëdha për i marë njerës mi majtë në për balkone, ku e shumë fitim prurë, se tash për shembull qytetarët nuk kanë vend ku mi mjellë, edhe me një saksi, sa ma një lule, ma një bërënicë, edhe ajrë edhe pamjet bukur, mirë po edhe frot të kënaqur, shumë e mirë. Halim Rustemi ka të mbjellur edhe pemë tjera si molla, kumbulla, qershi dhe të tjera dhe tha se si vjet ka qenë moti jo i duar dhe ka bërë që të mos ketë frut.